Ja të kemi sërish së bashku, jam këtu së bashku me profesorin e muzikës, njëherët dhe drejtor i shoqërisë për art dhe kultur, Pro Art Simfonik, profesor Orhan Shacheri, i cili do të na tregojë më tepër rreth një koncerti muzikës klasike që do zhvillohet nesër në Kumanov. Ky është edicioni i 9 i këtij koncerti dhe për detajet do të na tregojë vetë ai. Faleminderit edhe një herë që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit shumë. Më tregoni pak, deri ku jeni me përgatitjet për koncertin? Jeni drejt fundit? Kanë mbetur edhe gjëra? Apo është ajo ideja që deri kur të përfundoj edhe atëherë themi që okej, duhet të bëjmë diçka ose lam diçka mëngut ose këtë ta kishim përkështuar? Zakonisht këta... Si ndodh? Po, zakonisht situata ndodhin deri në përfundim të projektit. Teknikisht mendoj nga ana jonë si shoqat, mendoj që jemi në përfundim të organizimit këtij koncerti, ndërsa nga ana e ansamblit, ata veç më njihen si ansambël profesional, gjë që nuk kemi dyshim fare se do të mungoj diçka nga ana e tyre. Vazhdo të vetëm të jemi me shëndet mirë, edhe ata si ansambël, por edhe ne si pjesë suport teknik që do të organizojmë këtë koncert në Kumanov. Mendoj që jemi okej. Shpresoj që mos ju i gëzëri si ne të dyve atyre, apo jo? Sepse për ne nuk prish më shumë, po... Dash Zotin e këto ndryshime drastike të motit, mos ndikoj të ata. Pak jashtë teme me qënë se e përmendëm, si ndikon edhe gjithë kjo situatë tek artistët, tek ata të cilët e kanë zëri në mënyrë të shprehurit, dhe besoj se janë super të kujdesshëm, sidomos para eventeve të tilla? Nga përvoja që kemi pas në studime, e shoh që kujdesen maksimalisht. Sidomos këta këngëtarët, solo këngëtarët, ata kujdesen maksimalisht. Aq sa më bëjmë mend dhe edhe ende shoh, më thonë, të kësaj branche, kujdes maksimal kanë në ruajtjen e shëndetit tyne. Se me të vërtet, këto kohrat me ndryshim drastik, ndikojnë tepër, ndikojnë. Sjellin të rezultate. Po. Ju vetë, me qënë se pjesën teknike thatë që ato çfarë është nga ana juaj e keni të realizuar. Kur të filloj koncerti, do e shihni nga prapaskena për të parë ende ato gjëra teknike që t'jenë të gjitha në rregull, ose do shkoni si spektator përpara aty tek publiku për ta shijuar? Zakonisht ne bëjmë edhe hapjen e koncertit. Me 2-3 fjalë njoftohemi me prezantuesit të cilët do të performojnë në skenë. Zakonisht edhe e kam fjalën për edicionet e kaluara. Edhe gjithë ka qenë dëshira ime të jem spektator. Edhe nuk hezitoj nga karrika e spektatorit prapë të i drejtohem miqve tanë, me që gati se në gjitha edicionet që i kemi pas ka qenë në projekt apo koncert me ftesa. Është ekskluzivisht me ftesa dhe mundohem të bëjmë një përzgjedhje të mirë të publikut, gjë që këtë edhe kemi arritë edhe nga edicionet e kaluara. Kemi publik shumë të mrekullueshëm, ardashës të pakusht, të cilët gati se të gjitha edicionet i kanë pritur në mënyrën më të mirë të mundshme, për atë edhe jemi pak më të lirë me publikun. Se njihni se kë e keni aty? Po. Ndodh që të kemi në i risi, në i numër, diçka tjetër, të gjeneratave reja tash që kanë zgju interesim edhe për këtë lloj të muzikës. Mirë po, shumicën e publikut e kemi vetëm se dihet kënë e presim më konkretisht. Dhe me qënë se jemi tek ftesat, edhe ne kemi marrë një ftesë, dhe për këtë jemi shumë falenderues. Duke e parë nga kopertina duket aq artistike, ashtu si që është e gjithë ky koncert. Përmendet se deri më tani në edicionet e kaluara, publiku e ka mirëpritur shumë mirë dhe ashtu si që duhet këtë koncert. Po këtë vit, si mendoni se do e pres? Po mendoj që këtë vit do të ketë edhe në publik do të kemi ndërhyrje pak më nga jo forma më laramane. Me vetë përurjen e këtyne risive kësaj radhe, gjithësisht ansamblin dhe Besarta Murtezonin, ansamblin Dardanus, këta e promovojnë këngën të pastër shqipe. Dhe derisa ishim në pregaditje si për në ndejat ndryshme me miq, kolege, kështu me radhë,
ka një interesim më të veçantë kësaj radhe, dhe po mendoj që do të kemi edhe publik pak më të veçantë, të cilët janë dashamirë të muzikës pastër shqipe, e konkretisht këta janë bartës të muzikës arbëreshe. Më konkretisht Besarta dhe ansambli Dardanus. Gjë që kjo, unë mendoj që është një, për qytetin tonë, është një raritet, jo vetëm për qytetin tonë, për edhe më gjerë, është një raritet të shohim atë më përse ofërmi atë shpirtin e muzikës arbëreshe, këndimin e muzikës arbëreshe, llojin e saj, e ne jemi për kujdes të ofrojmë publikut kësaj radhe në Kumanov. Sa mendoni se e njohim, e qënë se ra fjala tek muzika arbëreshe, sa mendoni se e njohim, e përdorim, e dëgjojmë në përditshmëri apo në gëzimet tona këngën arbëreshe? Është pak prezente, realisht të them, edhe thash, është raritet, është pak prezente. E njohim përmes ndonjë dokumentarit të cilët edhe vetë ne, edhe vetë historia ka hesht për këta. Edhe kohët e fundit, tash, duke marrë parasysh hulumtimet e ndryshme, të historianëve të ndryshme kam fjallën, të cilët përna ofrojnë informata, falë teknologjisë sotshme. Kjo muzikë ka qenë për neve këndej, të themi këndej detit, se ata janë andej detit, ka qenë shumë pak e njohur. Ndarje shumë interesante kjo, sepse e tillë është të gjitha kuptimet. Është realitet. Ne shumë pak e njohim edhe kulturën e tyne, e kumo muzikën apo folklorin e tyne. Ne me kënaqësimi duke i pritur ansamblin Dardanus dhe Besartën, të shojmë përsafërmi si tingëllon kënga arbëreshe, originale. Po në publika do ketë arbëresh? Këtë vit? Jo, s'besoj. Tani, ato e njohin këngën, të shojmë ne që nuk e njohim aq sa duhet të njohtojmë me të. Nuk besoj, vetëm nëse na surprizon në kush. Pse jo? Nuk besoj. A mendoni se kjo është një piknisje e mirë për folklorin arbëresh, le ta quajmë kështu, që të jesi iniciativë edhe për art simfonik për të bërë aktivitete të tjera të cilat lidhen me arbëreshët, por edhe të tjerët, edhe shoqatat kulturore artistike të tjera, edhe në vendet të tjera, jo vetëm për art simfonik të bëj diçka të ngjashme, por në të gjithë vendin, që të gjithë të njoftohemi dhe ta dëgjojmë këtë lloj muzike. Po, edhe këtë desha ta shtoj, kishte me qenë shumë bukur kjo. Ja, nga këtu i ftoj edhe miqt kolekt mi, të cilët veprojnë në shoqata ndryshme, le t'i promovon, mundon t'i promovojnë, me që këta janë bartësit këtu në vendin tonë, ansambli Dardanus dhe Besarta Murtezani, le t'i promovojnë në formën më të mirë të mundshme, me që ne thash edhe më parë, shumë pak kemi njohurim mbi muzikën dhe të kënduarin e stilit arbëresh. Kishte me qenë shumë mirë, sikur në gjitha qytetet të jepnin hapësirë këtij ansambli dhe Besarta Murtezanit. Para ca ditëve në sheshin e Tiranës ishte Kind of Music, një gjigant i muzikës house, techno në muzika boj, dhe pashë kishte aq shumë interesim. A mendoni se e ardhmja e ansamblit Dardanus dhe Besarta Murtezanit të ishte pikërisht një koncert i tillë që të mbushte sheshet plot, ose a i meritojnë sipas jush njerëzit që të dëgjojnë, të njihen me muzikën e vërtet shqipe ashtu siç e quajtë dhe jo? Dhash Zoti të arrin atë interesim nga ana e publikut. Pse ndodh kjo? Pse kur vjen një i huaj ne kemi kaq shumë interesim, kur vjen kur promovon vlerat e folklorit shqiptar? Ardira, kanë ndikuar shumë faktorë. Së fundmi janë faktorë të panumërt, e tash të fillojmë të numërojmë këtu se si ne erdhëm në këtë deregje, ka shumë faktorë. Shumë mirë e thene, pse të huajti i mirë presim, pa i njoft fare brendësin dhe qka ata në sjellin, duke i pasur, larg qoftë nuk jam kundër atyne që në sjellin edhe risin nga jashtë. Absolutisht. Po ne fillimisht duhet ti promovojmë këta që i kemi për shembull. Ti njohim, po, edhe pse
ansambli Dardanus dhe Besarta Murtezani, këta së fundi kanë performuar në disa vende të rajonit, së fundi ishin në Zagreb, më pas ishin në Bratislav dhe nga videot që i kam parë kanë shkëlqy. Dhe kanë qenë të mirë pritur jashtë zakonisht. Në Zagreb kanë qenë konkretisht pritur nga arbreshët. Po. Thonë, është shumë një gjo shumë interesante, një shqiptar nga Maqedonia e Veriut të va sjell kulturën arbreshe në Zagreb vetë arbreshërve. Një kombinim interesant. Po, është shumë potez interesant. Edhe repertuari është po kaq interesant. Po. Është programi i koncertit e kam këtu. Këngët të cilat do të performohen janë Jemi Arbëresh, valle instrumentale, Bërbili, Rina, Kopile moj kopile, Kjani Trima, Lulet e Marsit, Moje bukura more, që besoj se këte i njohin të gjithë. Po, dëmëndon për posë këngës arbreshe, kemi bërë dhe një kolazh pak më interesant, kemi më ofër pak publikut me këngët Shkodranën këtë rast. E keni edhe Shkodranën pak. Ku vate moti, Valle Matjane, kolazh popullor i Kollokut. Dhe të gjitha këto janë të aranxhuara, ti përmendim dhe Valton Beqerin, Ylber Arsanin, Edona Madanin, Vladimir Asimi dhe Vullnet Neziri. Një repertuar shumë interesant, dhe që përfshin pak nga të gjitha, si që përmendat. A ishte përzgjedhje me ndihmesën tuaj, ose ishte përzgjedhje vetë ansamblit Dardanus dhe Besarta Murtezanit? Përzgjedhje me mirë kuptim nga të dy palët. Unë doja të kemi diçka dhe më ofër audiencës tonë, që do të kemi në publiku tonë, për posë këngës arbreshe, doja që të ketë edhe diçka pak më të njohur të ketë në repertoarin tonë kësaj radhe. Ky është edicioni i 9. Ashtu. Si kanë shkuar 8 edicionit e shkuara? Dhe çfarë ka ky edicion ndryshe prej atyre të shkuarave? Se ma merr mendja që gjithmonë ka diçka risi, interesante dhe diçka që më intereson shumë kur një koncert në këtë rast bëhet traditë është interesimi i njerëzve sepse ka gjëra interesante që e mbajnë gjallë, ose ajo ideja që është traditë dhe ne po ndjekim traditën. Shiver dire, këtu kanë ndiku kogja faktor të rëndësishëm duke filluar nga edicioni i parë. Qëllimi, ideja ishte të promovohet një guxim i madh i atëhershëm në 2014 ishte flas për qytetin tonë Kumanovën, duke pas parasysh se kuadra shumë pak kemi pas instrumentist, po edhe në Shkup besa në atë kohë një veçanti do ta kem Tetovën ndoshta, që kishte dhe ka ende instrumentist. Ne morëm guximin në 2014 dalim në skenë me program të muzikës klasike, duke i promovu instrumentistët që i kishim përgatitje sipër në shkollat mesme, fakultete kështu me radhë. Disa vite vazhduam në këtë formë, pa mas andaj sollëm formacionet ndryshme instrumentale, nga gjitha vendet kemi pas edhe nga Kosova, Filharmonia e Kosovës, kemi pas vite me radhë nga Filharmonia e Maqedonisë. Jam mundu të kem kombinimet ndryshme në 3 fazat të ndaj koncertin. E kemi pasën edhe këndim për cjellje me piano, formacion hardcore, e kështu me radhë. Mendoj që jemi kanë shumë të kujdesshëm të kemi leramani dhe të kemi në secilin edicion të kemi risi. Mirë po, e kishim atë ndërhyrjen globale, pandemin, e cila na uli poshtë gjithëve. Nga atëherë, jo vetëm shoqata jonë, jo vetëm muzika klasike, jo vetëm vendi jonë, qyteti jonë, po gjithë shka ndryshoj sistemi botror. Jemi duke e munduar të më këmbemi në çdo aspekt, mirë po do të shohim. Faktorët, më herët e përmenda, kanë ndikuar faktorët ndryshëm. Qëllimi ka qenë të jetë tradicional, edhe ne po mundohemi të jetë tradicional, viti ardhshëm na ka 10 vjetori, kështu që mendoj që ne kemi arrit qëllimin të jemi tradicional, mirë po sot do të jemi të suportuar nga vetë ky shtet, me cilin ne vetë kontribuojmë në këtë shtet, do të shohim në vitet e ardhshme, vitet e kaluara kemi has bagi vështirësi në
suportim në përmbajtjen e financiare, të them, edhe pse nuk është projekt, mega projekt, thuash, po kanë ditur çdo herë na i sjellin para këmbëve pengesat, mirë po këmbgulja jo ka qenë gjithë një prezente dhe ja kemi arrit, ashtu si ja kemi arrit. Edhe këtë vit shënoni dhe edicionin e 9, që nuk është pak. Po. Çfarë prisni nga ky edicion? Prisni që të jetë i suksesshëm sa të tjerët, ose prisni që të jetë edhe më mirë, ose prisni që të shihni ku keni gabime të voskla në thojza që në jubilej të bëni edhe më mirë? Po, për jubilejve që kemi Ka filluar filluar që tash të përgatitjet, mendojmë, bashkë me disa miqtë tanë, po për këtë natë të nesërme e kam fjalën, për këtë koncert, pres të jemi më të veçantë, edhe do të jemi më të veçantë, edhe gjithë ajo bisedë që e zhvillum këtu, na aludon nga ajo veçantia e këtij koncertit, pres të jemi më të veçantë, pres të jemi të suksesshëm, padyshim, edhe pres mbështetje sidomos nga publiku, pa të cilin e skenën thjesht do ta kemi thotë. Ne nuk kemi shpirt pa publikun, artin në përgjithësi pa publikun është shumë i thotë, po pres edhe të jemi pak më syçel të jenë, në fakt, pjesa tjetër të cilët duhet për kujdese neve të na mbajnë gjallë, si projekte kam fjalën të na mbajnë gjallë, të mos e sjellim asnjëherë momentet, situatet, arti të jep lypsar, nuk bën arti të bëhet lypsar, po arti duhet t'ja japish hapësirën edhe pjesën e vet ku do të performon, a jo t'japish mundësi t'jetë fantom, por t'jetë thjesht në skenë, të shifet. Edhe nesër ky koncert zhvillohet në Kumanov. Dhe jam e sigurt që të gjitha këto pritshmëri do realizohen me publikun kumanovar. Po me ndonjë publik tjetër, a keni synim për të realizuar një koncert të tillë në ndonjë qytet tjetër të vendit tonë? Kam pas kërkesa edhe më herët. Edhe më herët kam pas kërkesa të njëjtit projekte të sjellim në Shkup, po mendojmë të ardhmen, varet nga konkretisht nga organizimi teknik, gjë që na kushton neve më shumë mund dhe punë, kisha dashur dhe kisha pas dëshirë, pse jo, të jemi prezente edhe në Shkup. Po në Strug? Po, nëse ka interesim, pse jo, po, e ke drejtë. Po pse jo, nëse ka interesim, pse jo. ProArt Simfonik është një shoqat shumë aktive. Po, kote fundit përveç pjesës këtij koncerti. A ka aktivitetet të cilat janë të para për gjatë muajve të ardhshëm? Vera ka ardhur. Ne duam që po të dëgjojmë shpresojmë muzikë që mirë. do të përmes shtëpisë kulturës, ku do të na suportoj, ashtu kanë mbet premtimet nga Ministria e Kulturës dhe nga Shtëpia e Kulturës së qytetit Kumanovës, po mendojmë të jemi prezent edhe me projektin e radhës në fund të qershorit në Kumanov. Aty do t'jetë diçka tjetër, një thymje tjetër e prezencës së artistëve në atë natë. Konkretisht diçka tjetër nuk mbetet përpos që ne duhet dhe kemi filluar të rrekemi punës për 10 vjetorin e këtij evenimenti, i cili mezi po mbetet gjallë. Po, një pyetje kam dhe për këtë pyetje dua që t'ua bëj të gjithë atyre të cilët merren me muzikë klasike. Në këto evenimente të cilat janë kryesisht janë mbrëmje me muzikë klasike, siç e tham, a keni menduar ndonjëherë të vendoni dhe muzikë komerciale, ndoshta për të gjeneruar më shumë njerëz? Dhe kam pas ide dhe nga shoqënia, cilët ne frekuentojmë gati çaj branche shoqënisë, ku aktor, ku muzicient, ku të artit letërsisë. Kam pas kështu ide të cilët ndoshta edhe në të ardhmen nuk do të jenë të pakapshme, pse jo. Në 10 vjetorin mirë, po ne kemi gjithka kemi krizë mos them të interesimit, po krizë të publikut të interesuar. Gati se kjo të ndodhë gjithka. Mendoj aq sa po mundem të përcjelli këtu Shkup Kumanov Tetov. Këtu i kemi ato ngjarjet pak më të rëndësishme. Ne po kemi krizë publiku. Tash interesimi pse?
ne duhet jemi shumë të kujdesshëm se çka duhet t'i servojmë. Dim që një pjesë e madhe e rinisë gati se nuk janë më ende as me trupe, as me shpirt nuk janë këtu në trevat tona, cilët dikur i kishim një gjak i ri, cili të iniconte të punosh. Ajo po na mungon. Edhe neve si mendoj si shoqata që po tendojmë të veprojmë radhazi, por edhe thash publiku ka krizë. Mendoj që nga ajo që po e shohim në për organizimet ndryshme, mos shkojmë hiç më larg. Organizimet sigurisht edhe ti je prezente në teatrin kombëtar në Shkup. Është teatr famoz. Është premiera, një reprizë, 2, 3, 4, a i ke 20 veta, apo si ke mos flasë më në qytetet tjera. Unë Shkup kjo ndodhë. Ne servojmë, ne sjellim art, mirë po, zdi, thash ka shumë faktor, me fillu tash t'i numrojmë, po mbetet me kaq. Ne gjithsesi nuk do numrojmë faktorët negativ që ndikojnë në këtë gjendje, do numrojmë vetëm gjërat e bukura, ashtu siç është organizimi i nesërm me ansamblin Dardanus dhe Vesarta Mortezani. Ne ju dëshirojmë shumë suksese në këtë vit, në këtë edicion të 9, edhe më suksese në jubilej, ne do jemi aty për t'ju ndjekur. Dhe faleminderit që ishit dhe pjesë e emisionit tonë sot. E kam parasysh se është një periudhë stresuese këto ditë, por gjithsesi që ndat kohë për ne. Faleminderit shumë, kënaqësi ishte imja. Faleminderit juve.